Shumë kush që ka një biznes e njeh mirë këtë ndjenjë. Punon pa pushim, je gjithkohës në lëvizje, por në fund të ditës kur sheh llogarinë bankare, parat thjesht nuk janë aty. Ekziston ky hendek, tepër frustrues, mes sasisë së punës që hidhet dhe rezultatit financiar. E po, pikërisht këtu futet në lojë kontabiliteti. Jo si një punë e mërzitshme, por si një pasqyrë që na tregon të vërtetën. Kjo thënie, në fakt, e kap tamam në thelb. Ajo ndjesia jonë se biznisi po rulzon, sepse dyqani është plot apo telefoni nuk pushon se rëni, mund të jetë shumë mashtruese. Kontabiliteti nuk merret me ndjesi, ai kërkon fakte. Është, le të themi, një pasqyrë e ftohtë e saktë e realitetit ekonomik, pa emocione dhe pa iluzione. Mirë pra, le t'i futemi pak më thellë. Kontabiliteti nuk është thjesht për të paguar taksat në fund të vitit. Funksioni i tij vërtet, më i thelli, është të na zbulojë se çfarë po ndodh realisht pas gjithë atij aktivitetit përditshëm. Ai ju përgjigjet atyre pyetjeve që përcaktojnë nëse një biznes do të mbijetojë apo do të dështojë. Imagjinoni pak të drejtosh një biznes po i kuptuar numrat. Është fiks si t'i japësh makinës pa kroskot. Sigurisht, makina mund të jetë duke lëvizur, por nuk ke asnjë ide se sa shpejt po ecën, sa karburant ka mbetur, apo nëse motori po minzihet. Praktikisht, je duke ngarë çorrazi, duke shpresuar që rruga përpara të jetë e sigurt. Dhe ja si përkthehet kjo metaforë. Shpejtësia në kroskot, ajo është norma e rritjes së biznesit. Niveli i karburantit, e po, ai është fluksi i paras, oksigjeni i biznesit. Shëndeti i motorit, kjo është përfitueshmëria reale. Dhe ato dritat e kuqe paralajmëruese, ato janë rrjedhjet e fshehura të kostove që po i hanë fitimet në heshtje. Kontabiliteti është pikërisht ky panel kontrolli. Kjo verbëri financiare, kjo ngarrje në errësirë, zakonisht faqet në formën e 3 iluzioneve klasike dhe tepër të rrezikshme. Këto janë gabimet mendore që i bëjnë bizneset e zëna të mbeten pa para. Ja ku është i pari, iluzioni klasik më i përhapur nga të gjithë, të menduarit se shitëm shumë, pra fituam shumë. Por një vëllim i lartë pune mund të jetë thjesht një fasadë që fsheh probleme shumë serioze strukturore. Ja këtu shihet kontrasti i thellë. Të ardhurat e larta janë pamja, aktivitetit shihet në sipërfaqe. Realiteti ama është ajo shifra e vogël që mbetet pasi të zbresësh absolutisht çdo kosto. Koston e mallit, pagat, qiran, taksat, materialet që hidhen, komisionet, madje edhe abonimet e vogla mujore. Ajo që mbetet në fund, vetëm ai është fitimi i vërtet. Iluzioni i dytë është kur sheh para në llogarinë bankare dhe ndjen një lehtësim të rrem. Të mendosh se biznesi është financiarisht i shëndetshëm. Por kjo mund të jetë një mirazh, një siguri e rreme që fshet detyrime që po afrohen. Pra, thelbi këtu është se paraja që shihet sot nuk është domosdoshmërisht pasuri e biznesit. Mund të jetë thjesht duke pushuar në llogari përpara se të shpërndahet e furnitorët për të paguar taksat, rrogat apo kestet e kredis. Paraja në dorë shpesh përfaqëson detyrime të ardhshme, jo pasuri reale. Ky është ndoshta iluzioni më tinzar nga të tre. Besimi se aktiviteti i lartë, një restorant plot, një kalendarit e imbushur, është e njëjta gjë me krijimin e vlerës. Por përpjekja nuk është e barabartë me arritjen. Dhe kjo është vërtet dramatike. Një produkt mund të jetë tepër popullor, por nëse çmimi i tij nuk mbulon të gjitha kostot, atëherë sa më shumë të shitet, aq më thellë shkon humbja. Në këtë rast, të qenit i zën praktikisht po e gjakos biznesin, nuk po e forcon. Okej, i pam problemet, i diagnostikuam iluzionet, po tani, cila është zgjidhja? Zgjidhja është të ndryshojmë krejtësisht këndvështrimin. Kontabiliteti nuk është thjesht një punë administrative, është një gjuhë e fuqishme, gjuha universale e realitetit financiar. Ky është thelbi i tij. Çfarë do të thotë kjo? Do të thotë që kontabiliteti merr gjithë atë kaos të qindra transaksioneve të përditshme, fatura, pagesa, shitje dhe i jep strukturë dhe kuptim. Ai e transformon zhurmën e të dhënave në një melodi të qartë, në të vërtetën e pastër dhe të përdorshme. Dhe kjo bëhet përmes një procesi të disiplinuar me 4 hapa. Fillimisht, regjistrimi i çdo lëvizje, më pas klasifikimi i tyre. Kjo është shpenzim, kjo e ardhur, kjo pasuri. Pastaj, përmbledhja e tyre në raporte të qarta, si pasqyrë e fitimit dhe humbjes. Dhe në fund, hapi më i rëndësishëm, interpretimi. Çfarë na tregojnë këto numra dhe çfarë duhet të bëjmë ndryshe tani? Dhe si çdo gjuhë, edhe kontabiliteti ka gramatikën e vet. 5 parime themelore që sigurojnë se gjuha që flasim është e vërtet dhe e besueshme. Këto rregulla nuk janë të negociueshme. Parimi i parë është themeli i gjithçkaje, saktësia. Nëse të dhënat fillestare janë gabim, një faturë e regjistruar gabim, një shitje e harruar,
atëherë çdo raport dhe çdo vendim i bazuar në to do të jetë i gabuar. Siç thuhet, plera brenda, plera jashtë. Kaq e thjeshtë. Ky është një rregull disipline absolutisht jetik. Paratë e biznesit i shërbejnë biznesit, paratë personale i shërbejnë jetës personale. Kur këto të dyja përzihen, qartësia zhduket dhe bëhet e pamundur të dihet nëse biznesi po fiton apo thjesht po mbështetet nga xhepi i pronarit. Ky parim mund të tingëllojë pak teknik, por është thelbësor. Ai thotë se për të matur fitimin e vërtet të një produkti që u shit në Mars, duhet ta përballësh atë me të gjitha kostot që u bën po në Mars për ta krijuar dhe shitur atë produkt. Kjo parandalon një pamje të shtrembëruar të përfitueshmërisë nga një muaj në tjetrin. Nëse e klasifikon një shpenzim në një mënyrë këtë muaj dhe në një mënyrë krejt tjetër muajin tjetër, nuk mund të krahasosh mollët me moll. Konsistenca i kthen numrat në një histori të qëndrueshme, duke të lejuar të shohësh tendencat dhe të kuptosh se ku po shkon biznesi me kalimin e kohës. Dhe së fundi, kujdesi, i cili është një mbrojtje kundër optimizmit të verbër. Ky parim thotë, mos i numëro pulat para se të dalin nga veza, njihi kostot dhe rreziqet përpara se të njohësh të ardhurat. Është parimi i realizmit mbi fantazinë. Atëherë si e vëmë në jetë gjithkë? Rruga përpara është e qartë. Ajo kalon nga thjesht mbledhja pasive e të dhënave te përdorimi aktiv i tyre për të marrë vendime vërtet inteligjente. Gjithçka fillon në shtresën 1, regjistrimi i saktë i asaj që ndodhi. Më pas, kalohet në shtresën 2, raportimi i rezultateve përmes pasqyrave financiare. Por fuqia e vërtet, vendi ku ndodh magjia, është në shtresën 3, gjykimi. Të përdorësh ato raporte për të pyetur, çfarë duhet të bëjmë tani? A duhet i rrisim çmimet, ta heqim këtë produkt, të investojmë më shumë këtu? Dhe në fund të ditës, ky është mesazhi kryesor. Bizneset shpesh nuk dështojnë për mungesë pune, por për shkak të një ndjenje të rreme sigurie. Kontabiliteti është ai mekanizmi mbrojtës që ndan pamjen nga performanca dhe shpresën nga fakti. Kështu pyetja mbetet për çdo që drejton diçka, nga një biznes i madh e deri te financat personale. Kur dikush thotë se gjërat po ecin mirë, a mund ta mbështesë me të dhëna? A e ka panelin e kontrollit përpara apo thjesht po shpreson që të mos mbarojë karburanti? E vërteta është te numrat. Pyetja është, apo i shikojmë?